Po, kisha një pyetje nga që je një njohës i mirë i botës shpirtërore të kafshëve. Po. Dhe të vetë kafshëve. Tani, gomari si qëni, është vërtet më budallaj nga të gjithë? Apo është më i zgjuari nga të gjithë? Po mirë, në rregull. Ato rrugët që bën njerëzia aty. Çfarë bën francezi? Në park, në mal. Qon gomari, nga ecën gomari, bën rrugët e njeriut. Atëherë ky pse nuk e gjen vetë ky njeriu, arkitekti? Ky gjeometri. Pse si gjen rrugën vetë? Se ky është me shkollë, me universitet, me akademi ky. Pse si gjen? Qon gomari, pra. Nga që është i urtë i shkreti gomari? Jo, gomari gjen rrugën më të mirë. Jo, mirë. e kuptoj, po i ka dalë nami për budalla si kafsh, kafsha. Po pra, po sepse duke qenë qenie e mirë, po i ke marrë. Qeni për shembull. Qeni ka gjë më të mirë, më besnike, më intelektual, më të dhimbshëm. Po ti qenin e vret. Sa vrau ky? Ky që është brenda. 11.000 qenë, tha vetë. 11.000 qenë rrugë. Atëherë nuk quhet zullum ky, nuk quhet hak e tyre kjo. Quhet hak vajzë. Se ti po thua që Erion Belier është në burg nga... Ja, 7 i thash më përpara. Po them edhe 1 8. Edhe 1 8 shumë e bukur. Të gjitha mëkatet. Po gjitha mëkatet, Të gjitha mëkatet. Zullum u trash. Ku trash u kaputet. Edhe Peri u ollua Peri. Trigje, ai trigje, u ollua, u kaput. Edhe nuk ka bërë një më, ka bërë shumë zullume.